Jemi gati ta shohim së bashku? Patjetër. E ndjekim. Unë kam qenë një fëmijë shumë i mirë, dhe më thani një djalë cilin kanë dash krejt. Unë si një djalë 5 vjeçar kam nisë me këndu, i kam ratë rambukës edhe shpesh jam humbur, më thë kam kërkuar një cep për mos me më gjetë, po ka qenë të rambuka maj malë se une. Nuk kemi pas as shporet në shpi, as lavatriqe, mami më lajke endë dhe robat jashtë me as ujtë zetë. Edhe në bajment, kur më ka marrë dhe mu më kalion me një mnesht, vetëm me një copë bukë të vogël, edhe gjithë ditër kam punu deri mbrëmje, dhe thot për me, edhe to e këtë lutëm puno sa më shumë, sepse nuk di, a do të kemi bukë për nesër, mas nesër. Unë si 11 vjeqarë, duket ashtu 10 vjeqarë kam punu, kur ka ardhë, kur më ka pa, që kam krysh gjysa, një mnesht cili ka qenë bi 30 e diçka për 35 ari, u befasu, thash, a kom punu mirë, bravo, dhe u gëzu, dhe thash, babi po më kilon me një copë bukë, tha, pa, kështu të është mirë më mësu, babimi u bërë shumë i sukseshëm, ka pas bi 30-40 punëtore ma shumë, po me 17, ishim një familje shumë i lumëtur, ishim, unë e Valoni, edhe Vlora, motra ime, cila më kërë shumë. Ishim super të lumëtur, shumë super të lumëtur. Basaj me 17 korik, 1998, u bo lufta në qytetin tim në Raovec, edhe në komunë në Raovecit, ku gjithat pasuri që kemi pasur, kreta jo u shdu, u kallu, djegë. Në hyrjet e Raovecit, aty ishin kriminal shumë të mlaj, do të ku aty më mori babën tim, i quajtur Trajko, edhe e ka rrafur para syve të mi, para syve të babajt vetë, para syve të motrave, para syve të nënëstime. Edhe basaj kanë majtur në burgën e Raovecit një 2 javë, edhe bas 2 jave e kanë gjuitur jashtë si të vdekur. Unë nuk kam mund ta njoh, sepse aq shumë është fry prej maltretimeve që ka pasur në burgë aty. Jo vetëm ai, por shumica e burgosërve që kanë qenë në burgun e Raovecit. Edhe më tha vetëm një fjalë, largo, sepse s'po du shtëpia më ushen në të betet gjallë një person. Kjo ishte të mërshme për mu, trauma shumë mëdha kam pas, të thëtë Raoveci ishte shumë i pllukuar, si qytet, ta në anki pa vetëm flak, ta në anki pa njerëz të vdekur, masakruar. Aty kam dëgju lajmi që e kanë vrarë edhe dhondrin tonë dhe burrin e allës teme, edhe kanë pjekur me 11 anëtar të familjes. Me kontrolën e pare, cila ka obligim Zvicra me bo kontrolën çdo njeriut, aty e kanë thënë që ai nuk ka jetë më shumë se 3 vjetë, deri 5 vjetë, po vetëm ka treguar vetëm mu të më thotë kërkuj tjetër. Të më thonë, jeta e ti ka qenë në spital, tani gruaja ime është shtatzan, qka është ma i keqe kur ka qenë shtatzan 3-4 mujshë, të më thonë se me 7-8 orë ka vdek babi im, ai ka spaku thojke, të lutëm të regomi qka po presish djala po qikë. Po nuk ka mujtë mi të regu të më thonë që po presim djallë, sepse do të kujton që ai po shkonat botë, kurse ne për marim, po na bjerë zotin një djallë. Tani, kur erdhë mjekët mi të regu, që nuk e jetë ma shumë se 3 ditë.
unë e kam pas një parasull, edhe mjekët më kanë stabilizu zemrën, më kanë stabilizu gjendjen, dhe ati nuk i interesoj jeta e tima, të e vetëm ri qetë, sepse ashtu e ka shkuj Zoti. Edhe nisi me qajt, i dulin në lot, thash pse po qanë? Tha, po qaj sepse, mas pari, tha do të lullë, tha me bashortën time, e cila është 87 vjetë. Edhe i tyta, tha, nuk e ti sa më vjen i nati që s'ka mujta 2 shtëpia milion tyja dhe balonit. Tani, s'kena pas letra, s'kena pas dokumenta për me ardhë, për me voros trupin e babait tim, por e kemi dërguar trupin e babait tim në Kosovë. Po, kush e vorosi babin tim? Po, baba e vetë, me durët e veta. Ishte rëndë shumë për ne, ishte rëndë shumë për familjen time. Ka qenë shumë e vështirë jeta ime, po dal ga dal, fituam letra, erdhëm në Kosovë, e pam varin e babit tim, dal ga dal arritëm edhe me bo shtëpijen, që ishte më e të mërshme. Që në fëmiri kam shku në shkollë private të profesorin Djeri Jonuz Mullavda, edhe baba im, do më thonë, ka dash vetëm muzikë, nuk ka dash asgjë tjetër, po jo me imponu, por vetëm atë që kam pas thunë ti. Dhe dal ga dal më 1996, kam zënë si zëri maj mirë vendin e parë, ka qenë gëzimi më i madh për mua. Albumin e parë, kur e kam bërë në Zvicër, kam dërgu babit tim në spital me paj, osa, thojke, ani vetëm e të pa njerë televizion, ani që vdes, dhe më thonë që vdes tash, vetëm e të pa në televizion ty, dhe më thonë me këndu njerë, ani që japë shpjetin dhe tash, po nuk ju plëcu dëshira, ajo, unë jam me sigur që ajnë nga qielli lartë, sot është i gëzuar për mua. Personën e parë cili kam takuar për me mdimu në Tiranë, do më thënë ka qenë stresi. Arkimed Lushaj, unë i falendroj shumë ka zemra ati njerit, qom në kam që shumë ka mdimuar, do më thënë ka hapë zemrën, edhe ka përkëm me mua dhe me vlaun tim. A njeri për mu është familja dhe është vlau im, basi që ka dali kënga me stresin, ka marrë shumë darsma, do më thënë, me orkestrën, kam punu një 11 vjetë me orkestrën më të njohur Kosovë me Macchiato Band. Shumë artistat e mdhej, si Bujar Qamili, si Mirja Braha, si Nikolnik Prelaj, si Mostaroj Eli Malaj. Ata edhe zëri im, mujtë të them do që kanë ndihmuar që këtu ku jam që unë të arrisi një çmim deri 3.000 euro dhe 4.000 euro darsëm. Dhe unë e them drejt për drejt, shtu haptas. Unë e këtë çmim nuk kam nevoj me fitu para, po unë e këtë çmim ju them që ky çmim do të shkon, nëse fitoj, që to para do ta keni me prova, me faktura, e cili do të shkon vetëm në humanizëm. Do shta kam gabuar disa gjëra, kam ofenduar, po ju kërkoj gjithët falje, gjithë familjarët e tyre, nuk e kam bërë me zemër, nuk por vetëm me ngrit lojën sa ma shumë. Duani vetën, duani familjen tuaj, edhe shëndeti me gjitha.